Pas vdekjes së udhëheqësit suprem, Irani ka aktivizuar mekanizmat kushtetues për të garantuar vazhdimsinë e qeverisjes. Sipas ligjit, zgjedhja e liderit të ri është kompetencë e Asamblesë së Ekspertëve, një organ prej 88 anëtarësh të zgjedhur me votë popullore për mandate 8 vjeçare. Megjithatë, çdo kandidat verifikohet dhe miratohet paraprakisht nga Këshilli i Mbrojtjes, një trup 12 anëtarësh i lidhur ngushtë me strukturën e udhëheqjes. 6 anëtarë emërohen direkt nga lideri suprem, ndërsa 6 të tjerë nga gjyqësori dhe parlamenti. Viteve të fundit, Khamenei kishte ruajtur ndikim të madh mbi këtë këshill, duke formsuar një rrjet që garanton vazhdimsinë e sistemit edhe pas humbjes së figurës kryesore. Qeverisja e përkohshme dhe projektimi i stabilitetit synojnë të sinjalizojnë brenda dhe jashtë vendit se hierarkia mbetet e paprekur. Megjithse zakonisht kandidatët e mundshëm nuk identifikohen publikisht. Spekulimet e fundit përfshin emrin e Mojtaba Khamenei, djalit të madh të ish liderit. Sulmet e fundit që kanë goditur disa komandantë të lartë të Gardës Revolucionare Islamike mund të kenë ndryshuar ekuilibrin e brendshëm të pushtetit, duke e bërë procesin më të paparashikueshëm. Ekspertët kujtojnë precedentin e vitit 1989, kur Khamenei u zgjodh si lider suprem pavarësisht se nuk ishte favoriti i dukshëm. BBC ja raporton se procesi mund të përfundojë brenda pak ditësh, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me kujdes lëvizjet e Asamblesë së Ekspertëve dhe komisioneve të brendshme të saj.